Jo perimetri prova. Mirëmbrëma, edhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Në debate zgjedhore, lokale, por edhe ato në qendrore, që i kemi pas gjatë vitit kalum, në vazhdimsi kemi folë për ndërtime pa leje, eksploatim të skajshëm të natyrës, edhe probleme tjera që kanë të bëjnë me infrastrukturë. Fatkeqësisht, pasojat e lobit të ndërtimeve dhe eksploatuesve ilegal na kanë dalë në shesh edhe këto 2 javë të fundit, kur mira shtëpi e prona tashmë janë nën ujë. Arsyeja është e thjeshtë, mes tjerash, po shibjen e s'mund e kontrollojmë, por në anën tjetër, shtratët e lumenjve janë rjep prej eksploatuesve të zhavorit, ndërsa korrupsioni dhe ndërtimet publike ka kriju rrugë, ura, diga, sheshe, hapësira publike, të cilat nuk janë me standarde dhe po bëhen cak i lehtë i vërshimeve. Fatmirësisht këtë radhë nuk ka pas viktima në njerëz, por ajo që është e ditur prej pamjeve që i kemi pa nëpër të Kosovën është që vendi nuk e ka një sistem të alarmimit që e lajmëron qytetarin që është në rrezik prej vërshimeve. Për me i diskutu këto tema, në studio kemi ftu Lulzim Fushticën, i cili është drejtor i mbrojtjes, drejtor i emergjencave, shërbimit të sigurisë edhe emergjencave në Prishtinë. Pranush Komani, i cili është udhëheqës apo UD drejtor i drejtorisë për mbrojtje edhe shpëtim në komunën e Gjakovës. Besim Aliun, i cili është parashikuesi motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, edhe Sulejman Latifin, i cili është zyrtar për vërshime te Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore, autoritet që funksionon në Ministrinë e Mjedisit. Tash para se me nis debatin, po e shohim një reportazh të kolegut tim Arton Hamiti, i cili e ka mbulu krizën e vërshimeve në Malishev, Drena, Zvushtri e edhe pamjet na i kanë qu zjarfiksat e Gjakovës. Të shohim këtë reportazh. Një llogaritje e Ministrisë së Mjedisit konstaton se në territorin e vogël të Kosovës janë 491 kilometra lumenj, të cilët mund të vërshojnë çdo ditë. Brenda vendit janë 398 zona me rrezik për vërshime dhe 108 zona me rrezik ekstrem për të vërshuar. Brenda 2 javësh, mbi 30% e komunave të Kosovës raportuan probleme dhe dëme serioze nga vërshimet që kapluan vendin në 2 javët e fundit. Rreshtet që ishin të parashikueshme i zun edhe këtë radhë institucione të papërgatitura. Kosova ka 350.000 ndërtime pa leje, të cilat ngushtojnë edhe shtretër të lumenjve. Vendi ka qindra zona ilegale të eksploatimit të lumenjve, ndërsa lumenjt janë të ndotur skajshmërisht nga kanalizimi dhe mbeturinat. Për vite me radhë, qytete si Klina, Malisheva, Prishtina, Fushkosova, Peja, Drenasi dhe disa fshatrat e Prizrenit përballen me vërshime. Të dhënat tregojnë që përkundër rrezikut të vazhdueshëm, shtretërit e lumenjve nuk u rregulluan, ndërsa ndërtuesit ilegal dhe eksploatuesit nuk largohen nga zonat e rrezikshme. Me një rrezik të lartë nga vërshimet, vendi nuk ka një sistem të alarmit që do t'i sinjalizonte qytetarët për rrezikun e vërshimeve dhe kjo në terren u përkthye në dëme masive. Pamjet nga dronet shpërfaqin shtëpi, prona, kafsh, vetura e çdo gjë tjetër të pushtuar nga uji. Malisheva ishte njëra nga zonat e prekura e që brenda vetes ka një bombë ujore me alarm. Në komunë është ndërtuar një digë e cila është dëmtuar dhe kërkon ndërhyrje të shpejtë. Në disa pjesë koti është e pamundshme që të reagojmë tani për tani. Sikur që është diga Lumit Mirusha, një objekt me rrezikshmëri jashtëzakonisht tepër të madhe, e cila ka pësuar dëmtime të mëdha në trupin e saj, përkatësisht në gjendjen e saj, sikur që e ka rolin edhe digës. Prandaj tani për tani nuk mundemi të reagojmë, mirë po në një të ardhme të afërt na mbetet detyrë jona edhe e Ministrisë edhe AMS, Agencionit për Menaxhimin e Emergjencave, e që në krejt këta aktorët së bashku duhet që
ta trajtojmë digën sepse është një objekt me rrezikshmëri të jashtëzakonshme të madhe. Kemi ekipe të cilat janë në teren, janë të bërë regjistrimin e dëmeve që janë bërë edhe me përfundimin e këtyre regjistrimeve, atëherë sigurisht do të krijohet një raport përfundimtar. Shkaktarët e vërshimeve lidhen kryesisht me rreshtet e mëdha të shiut dhe gjendjen e shtretërve të lumenjve, që në shumë zona nuk janë trajtuar dhe mirëmbajtur prej kohësh. Ngushtimi i tyre dhe mungesa e ndërhyrjeve të nevojshme kanë bërë që lumenjt të mos arrijnë të përballojnë sasinë e rreshjeve, duke u shndruar në burim rreziku për zonat e banuara. Megjithse janë ndërmarrë disa masa për pastrimin e kanaleve, mungesa e një trajtimi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës vazhdon të mbetet sfidë. Mund të themi se shkaktari kryesor është niveli i madh i shirave që rrohen gjatë këtyre ditëve. Mund të themi që edhe mbetorinat ose pakujdesi i qytetarëve me hudhjen e mbetorinave rreth shtretët e lumenjve ose prockave ose edhe tek kanalet kulluese, edhe ai mund të jetë një faktor dytësor. Komuna Drenase dihet nivelin e saj ka bijdetare dhe për atë arsye na jemi niveli i ulët dhe për atë arsye kemi her pas here probleme me vërshimet. Shkaktari themelor dhe kryesor është shtrati i lumit Mirusha. Ky shtrat prej kohësh nuk është trajtuar, fakt, apo ndoshta nuk është trajtuar kurrë, e që tashti ka në kohën e fundit apo në periudhat, në dekadat e fundit, ky shtrat i lumit veç është ngushtuar, është penguar, edhe duhet të trajtohet nga institucionet kompetente. Në këtë rast bara po kompetenca, po përgjegjësia bien mbi Ministrinë e Ambientit dhe të Infrastrukturës. Nën një është ndryshimi i kushteve klimatike, pra terreshuarat e rrëmbyeshme, nën dy janë hudhja mos pastrimi i shtratit të lumeve, dohet me u pastru, dohet me u menaxhu vazhdimisht me u mirëmbajt, nën tre janë pakujdesi i qytetarëve, hudhja mbetorinave të ndryshme. Në këtë situatë, ndërhyrjet parandaluese kanë dëshmuar se mund të bëjnë dallimin. Në Vushtre, pas përvojës së rënd të vitit 2021, kur dëmet nga vërshimet kapën shifra milionëshe, janë ndërmarrë pastrime të gjëra të lumenjve në pjesën më të madhe të territorit të komunës. Si rezultat, kjo komunë ka kaluar me lehtë këtë val vërshimesh duke shmangur dëme më të mëdha. Në mbaj mend, viti 2021 ka qenë një vit shumë i rëndë për qytetarët e Vushtrisë, kanë qenë vërshime në përfshatra, po edhe në vetë qytetin e Vushtrisë ku dëmet janë llogaritur mbi 5 milion euro. Kështu që na ju kemi përkushtu fuqishëm pastrimit të lumenjeve në gjithë territorin e komunës së Vushtrisë, edhe pse na kanë mbet edhe pak lumenj pa i pastru, pothuajse shumicën i kemi pastru, e kemi rregulluar një pjesë të shtratit të lumit Silnica, ndërkaq që kemi pastru deri përmbi Pestov. Kur llogaritet kostoja e pastrimit të gjithë këtyre lumeve është një kosto me të vërtetë e vogël në krahasim me dëmet që i shkakton vetëm një herë kur i merr vërshimet. Në një paraqitje në televizionin publik të Kosovës, ministri në detyrë i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Hysen Durmishi tha se janë të evidentuar 491 kilometra lumenj që janë të ekspozuar ndaj vërshimeve dhe përmbytjeve dhe se janë 398 zona me rrezik të konsiderueshëm nga përmbytjet, prej tyre 108 zona janë në rrezik ekstrem. Sulejman Latifi kisha pas qef me fillu prej teje, se e ndigjum kryetarët e komunave, po edhe ministrin që i ka tregu numrin e vendeve që janë kanë dispozit me u vërshy. Kallëzom? Identifikuar. A është e mundën në vërshimin e fundit, a ka qenë e mundën ju, si eksperta që i bëni hartat, me identifiku ku kanë me ndodh edhe me alarmu njerëz? Pak si hymje nëse më lejohet për vërshime, si zyrtar, dhe thotë intensiteti i lartë i rreshjev, në kohën janë me temperatura 10 gradë Celsius, e ma tepër, faktori njeri, që të janë problemet. Këto harta që po i përmend ministri janë të identifikuara, është projekt që ka zgjatë 2 vjet e gjysmë. Edhe i ke boti? Jo.
koordinator. Ekipa, po? Për me ba një hartë, për kanë qenë 15 eksperta këra dhe 10 nga Hungaria, në kuadrët Komisionit Evropian. Çka kallëzojnë ato harta? Ato harta janë bo me 3 skenar, 20 vjetë, 100 vjetë dhe 1000 vjetë. Probabiliteti ndodhës, periuda këthyse. Kur janë kryq ato harta? Qëtash, janë këthy hajda se kemi, do të thotë në tetor, është sistemi informativ. Tash 2025. E çka ka ndodhur për tetorit? A i keni ndoqë ato harta me komunën Pa a i sen? që ato harta, shumicën e komunave, jep këmi dhonë vetëm PDF, është atlasi që i kam punu për 3 skenar si cilin komunë. Shumicën e komunë. A i keni kallëzu qa me bo? Po, i kemi marë hartat, zonat ku ndodhin në 3 skenar. Edhe a keni dhënë instruksione çka me bo? Mi përdor që to i kemi masat. Ne, për më përdor ato, është sistemi informativ, një server që ka qenë në kuadrë të ASHI-s, sa i me ndodhë me qenë një geoportal, mu instalu, dhe me qenë një qasë shumë, për gjithë njerëzit kompetent. Është sistemi, a s'është sistemi? Sistemi duhet mu instalu, janë disa procedura që që nuk e njëtë lamitët. Nga sa ato është në pasuri dokumente Republikës Kosovës, i mërman ASHI-ja. Edhe është procedurë që duhet me pritë. Vetëm bartja të në harta. Okej. Ka zha dikon 2 muj ditë se janë rrëdhë 2000 harta. Po, veç si ekspert të e din që hartën duhet me ja spjegu njëri. Aja keni spjegu komunave, a keni mbledh me thoni kena qëto harta? Komuna. Hajdeni drejtorat e emergjencave me po? Drejtorat e emergjencave dhe gjitha komunat janë thirë në trajnim nga ekspertët të cilat e kam punu. Kur kanë kalu që atë? Ka kalu ka gushti qëti viti. Cili qëti viti? Se në tetorion bo? 2025. Shushë në tetorion bo harta? Jo, ka njës 2019. Po më ndaj edhe tash jënë kry 22-ën, që ka njës tash jënë kry. Po, kur është bo drafti, përdorimi harta, sepse nëse në tetor, a i kanë ditë ata dhonat të ngushta? Jo, ata i kanë pas draftin, se qka ka mu prodhu, për shka është harta, shka përdoret, ku ka mu inkorporu, këto kanë qenë ato. Edhe kanë qenë... Si njeri që i din që ato harta, edhe ate që a ki po në Kosovë në 2 jatë e fundit, qka dalën prej asaj që kanë thonë hartat dhe analiza juj prej asaj që kanë ndodhë? Tash, kove të fundit, kur thamë, kur shimi edhe në vërnë Evropë, edhe nga ekspertat të cilët kanë punu me neve, që kanë përvoja dhe shumë a shumë ujra, do thëtë, tash shirat e kemi, në kanë tregu ato harta, që ku duhet me investu, ku i kem objekte që na pengojnë, për nuk i ka trajtu në nivel pelgu vërshimet urbane. Që është një tem tjetër, ose del një gazetar, thotë, në breg të djelit u bo liçenka, cili lumë. Autostrada mbullohet. Që nuk ka po, është një lamit. Qka duhet me thonë? Duhet, si mas teje? Si mas meje, duhet me qenë, ndërtime që lëshojnë leje, për zona urbane. Jo, po qka duhet me thonë gazetari, që mbreg dili të liqe, qka? Liqeshe, po qështu duhet me thonë. Okej. Tash mos e ka gabu. Që dhe është adaptimi i ndryshime klimatike, që është një projekt që kemi fillu atjertë, që Kosova po në këtë projekt dikon me 2 skenar që është bo, gjithë llogaritet 8-9% nga ndryshimet klimatike. Mirë, po ju s'keni bo si ministria, keni bo diçka me bo sistemin e paralajmërimit të qytetarëve kur ndodhin? Sistemi i paralajmërimit bëhet nga AME-ja. Po, a falni ju me AME-na ja? Po, ata janë antartë. Se këtu, këtë projekt që ka qenë... Edhe, a ekziston sistemi informimit të qytetarëve? Përveç institutit hidrometeorologjik, që e je paralajmërimin, që e ka me ligjë, informon AME-en, AME-e e shpërndanë për komunë. E kemi institutin hidrometeorologjik qëtu. Besim, kur i kallëzoni ju prognozën, ju thuni kamera shi. Ama njerëz nuk e din, so shi kamera? Njerëz nuk e din, a kanë me ndodhë vërshimet? A kallëzoni ju edhe që ka rrezik për vërshimeve në këto vende? Po, sigurisht se Instituti Meteorologjik i Kosovës bën parashikimin e motit, do thonë parashikimet afat shkurta, afat mesme, të cilat i përcjell gjitha agjencive, do të thotë i njoftojmë gjitha agjencitë e Kosovës, do thonë ministritë të ndryshme, do të thotë AME-n, shpitalet, shkollat, do të thotë janë dikon 300 emaila që kemi në grup, e po njerë i marrin informata. Edhe na mediat i marrim regullisht. Po, në ato parashikimit juja, a thuni ju
kanë me ndodhë vërshime? Jo, ne nuk themi ka me ndodhë vërshime, por është sektori veçantë, që është sektori i hidrologjisë, i cili ka 34 stacione në gjithë territorin e Kosovës, dhe ata i përcjellin nivelet e lumeve. Ne i paralajmërojmë rreshtet, ne i regjistrojmë sasinë e rreshjeve, ne mojmë evidencë se sa kemi pas rreshje. Se i thuni njëri thjesht sasia 10 litra, unë s'marrësh, kjo s'është për qytetarin e thjesht, si unë, nuk ka kur farë do me thonje, me më thonë mu so litra rreshje ka me ndodhë. Qysh mundet qytetari me përkthy në alarmim qatë parashikim t'juj të motit? Po sigurisht ne i bëjmë motit e rreshjeve dhe 10 litra që pe përmente, ato e 10 litra në 1 metër katror. Imagjina tash Kosova i ka 10.887 km katror dhe ajo sasi ne i kemi çpërndar në gjithë territorin, i kemi dërgu kemi atë grafikun dhe mund ta shikojmë të sa ka pas rreshje. Mas shumë të kemi pasur një nek, dikon 303 litra për metër katror. Kjo ka qenë një sasi enorme, vetëm për 6 ditë që kemi pasur. Sa bjen për 6 muaj ditë, domethënë për 6 muaj për 180 ditë. Po, pyetja jam e ke, nëse i kallëzon që ato parashikime, a i përkthen, a ja u vizaton komunave, njerëzve me ditë a është kjo shumë, a është pak. Sepse shumë njerëz nuk din me e vlerësua. Jo, ne parashikimin e motit, themi do të ketë rreshje shiu në një territor të caktuar, por shembull themi kemi rreshje riga shiu i përmendëm, se kam pas biseda dhe... A menoni se duhet me ndru kjo metodë, me kallëzu që çka është shumë e çka është pak? Po duhet me vazhdu... Ne, për me dhanë saktë se sa ka rreshje, rreshjet masit matën me dim sa ka pas. Jo, po me dhanë parashikim që ka me pas shumë. Parashikim. E qartë. Me njerëz me e kuptu çka po thuni, se një është ti thunë e kryva punën, theme e çova sa litra. Po. Por në anën tjetër me e kuptu a është shumë a o pak, a duni me ndru qatë metodë komunikimit, që komuna, kur ta merë, parashikimin për jush me kuptu a është pak a është shumë. Po, shiqani, na nuk mu me ditë sa kameram në një territor saktuar. Parashikim po. Se këtu nuk ka pas problem në Kosovë 2 javë të fundit që nuk e kena ditë që kamerash. Po? A ka qenë që ashtu që shkeni thonë? A ka do që ashtu që shkeni? Po, sigurisht. Po, a mundëni me qenë ma qartë në paralajmërimin që e bëni, mos me thonë vetëm litra, numra, po me e spjegu a ka me qenë shumë, a pak. Po, e kuptoj. Mundëri me qenë ma informus? Sigurisht. Për me ditë se sa ku me pas rreshje sasit e rreshjeve në një territor caktuar, ne do t'ju drejtohemi radarit meteorologjik. Radar meteorologjik Kosova nuk ka. Dhe për këtë arsye ne vetëm bëjmë parashikime, themi se kemi pas rreshje me një intensitet mesatar ose dot në një territor të caktuar. Sa kushton ai radar? Po sipas por llogaritje që i kanë bën në institut dikon 1.200.000 euro. Një radar, po radari kërkon edhe stop. Për krejt Kosovën? Po. A keni kërku? Po, jem procedura. Qëta shjeri? Po, ne jem qyshmatin procedura. Që të me thonë, që sa procedura, që sa vjetë? Që shumë vite, që do shta 8 vite, 9 vite, shumë sakt, nuk pëj me ditë, po. Alu, 8 vite, një radar procedura, që ka në kupton? Jo procedura, po kemi bon kërkesa, procedura kanë fillu vitet e fundit, për asyje se ne... Sa vitet e fundit kanë fillu? Sa vjetë duhet me kalu për qëto procedura? Sa vjetë? Jo, nuk i di, që tash ata që i bojnë me të... Kush e bojnë këtë? Po, Ministria e Mjedisit. Edhe ne tash e kemi kompletu rjetin meteorologjik me stacione, tash është radha radarit. Kallëzom nëse këshim pas qëtë radar, besim, qka kesh ndru? Nëse e ki qëtë radar, qka ndrën? Po, paralajmimi. As gjatë tjetër. Ne i paralajmërojmë se një territor caktuar kemi rreshje intenzive. Po ti edhe qëta shpe paralajmëron? Amo me radar e dim shumë sakt edhe sa sasi ka me pas. Po kur ti bën ti sasit edhe me qatë radar, a i thu veç litrat edhe ty shpreson që të mervesh komuna, të mervesh media? Jo litrat. Ne litrat i themi masit i bëjmë motit.
Nuk mujmë me ditë se sa litra ka me ra, sepse në nëse i referohemi qasaj grafike që kam dërgu këtu të jo, keme pas se Kosova ka një ndryshueshmëri shumë të madhe të rreshjeve. Kemi domethënë territore ku bjen shumë pak rreshje, po territore tjera që ka 5 vishë ose 6 vishë rreshjeve. Domethënë rreshjet nuk janë asnjëherë të shpërndara në mënyrë uniforme. Mirë, pranosh, po nëse kishe pas paralajmërim më të mirë, tash me të pyet, a kish ndryshu diçka për komunën tënde në çët krizë dy javore që e keni përballu në Gjakov? A kish ndryshu diçka? Po kishim mujt mirë vendos do familjet që i kanë vendbanime afër lumit Terenik, një pjesë është rruga Pashkovasa në Dardani, kishim mujt mirë vendos dhe mi largu për rrezikut. Se edhe vetë keni pa që këto kanar rreshje ka qenë temperaturat e larta dikon 10 gradë plus, ka pas rreshje të mëdha, plus edhe shkrija e borës, domethënë ka pruurit të mëdha, ka pas prumje të urirë shumë. Mirë, po këto tema a e keni ditë që ka me pas rreshje të mëdha, sepse instituti po thot na i japim paralajmërimet. Ju si drejtor i emergjencave, tash po ju dalloni prej meje, se unë ndoshta e kuptoj më të, po si drejtori i emergjencave ndoshta din me lexu më mirë parashikimet e motit, se mediat kur i marrin prej institutit. A i keni a ka pas indikacione që ka me pas rreshje në çato parashikimet? Ka pas indikacione që ka me pas rreshje, po nuk kem pas indikacione që ka me pas vërshime në periudhë shumë të shkurtë kohore. A mendon që radari... Vetëm për marrë një rast konkret. Të Hanën, në mramje, unë e kam shiqu, në teren vetë, jëmë dalë, niveli lumit Terenik, në mes ditë ka qenë shumë lartë. Kurse në mramje ka ra, gati po thuj, ka ra nivel që ka qenë, kur ka fillu të reshët e shqes për orës 12, e dhe në orën në mëngjes, dikun të kanë zjatë, të martën, vetëm ka pas dalë prej shtratit niveli lumit. Ashtë vërshua e pjesa rruga Bujaroka, është vërshu komplet, mandej e kemi pas e gjendja është emergjente. Edhe masi vetë ke shku edhe ke pa lumin, kallëzëm që ato pjesë lumit që i ke pa, edhe një lumin edhe nek ma mirë, se na qëto, a i ke pa që është indotën me bërlog, apo ju e keni të pastrum që atë pjesë, sepse po du me, pojenta është me më kallëzu, a kanë damtu të vërshimet, a ka lujt rol bërlogu? Vetëm diçka. Na kem një operator ekonomik e kontraktojnë për intervenie emergjente. Para e kemi pas kontrat 2 vjeçare, tash kitë vetë kemi bë kontrat 3 vjeçare. Ne kemi zgjaru atë pjesën e lumit Terenik edhe kemi pastru për bërlogjeve. Po unë jam çudit kur kom pa bërlogun që ka mbet te ura Moglic. Po. E ke pa. Pse e çudit? Jam çudit se kom besu se që është tonë ky bërlog mund me bart lumi Terenik, me bart me çunat pjesën andaj. Ku ka pas pengesë ujë me qarkullu në atë pjesën. Më thonë ka pas pengesë, edhe ka ardhe i të frymja e ujtë edhe është dalë ujtë. Ta i bërlog ka qenë i ri, a ka qenë i akumulu ma përpar? Jo, ka qenë i ri. I ri? A ka ardhe e ka për ujtë atë bërlog. Prej kujt e ka pru? Prej snellit, prej gjithkajt. Prej Kosovës, mirë. A nën kupton, përgjes jena na, qytetarët Kosovës, po a nën kupton kjo që se keni pa që atë bërlog gjatë operimit të pastrimeve. A mund është me thonë që e keni pastru krejt Terenik? Na kemi lirë atë pjesën në kontrat që ja kemi pas është pastru pjesa lumi Terenik, lumi Krejna dhe lokaci gjithë janë pastru dhe janë rregullu. Po besëm, unë jam çudit kur e kom pa të në atë bërlog. Mirë. A di pse po të pëse, kryetari i vushtrisë, po thotë, unë jam ledh men, herën e kalume që kom pas krizë, në 2021, e kom pa që vërshohemi, edhe mandej e kom pastru, si kom marrë mandat, e kom pastru krejt lumin, se e kom marrë me prioritet, edhe ja kom pa hajrin, sepse vushtria është vërshu shumë a pak se çdo vit tjetër. Po du mi pyet juve, a menon që ka mjaftu, apo duni me shku ma shumë e pastru? Jo, veç diçka. A e keni marrë seriozisht pastrim? Po du me seru këtë diçka. Te pjesa zakonisht kur ka treshura në komunën e Gjakos ose në tërë Kosovën, po të na është një të na se të na gravitojnë 4 lumejën. Është Drini Bardh, është Tereniku, Lokaci dhe Krejna. Dhe me thonë këtë to derdhen një vend, bashkohen bashkë dhe derdhen. Edhe ka mundësi kur ka reshje enorme me dalë prej shtratit. Po
Te kjo pjesa e Reniki, ku është rregulluar, nuk ka pas. Tu ka pas veshime vetëm te disa familje që banojnë janë vendbanime jo formale. Ato janë të rrezikuara kur ka tresh. Për shembull, është pjesa e Bërkocit, o rruga Sh. de Galica janë populluar me komunitet romashkali egjiptian. Është edhe një pjesë të Ndardani, Shpiskota, aty kanë. Edhe Ndardani janë paleja? Aty janë vendbanime formale. Jo formale? Çka po qunë vendbanime jo formale? Vendbanime janë formale, janë vendbanime që janë ndërtuar shtëpiat pa leje. Edhe aty janë breg lumit janë, një Renik edhe të Llokacit. Kretë Kosovën, kretë katunet ka ndërtu pa leje. Gjema na i katun që i ka me leje? Ka leje, po janë procedurë legalizimit të shtëpiave. Mirë, po nuk është... Edhe unë jam procedurë të legalizimit të shtëpisë që kom ndërtu në vitin 1983. 1983? Ajo ndërtu edhe këto që ashtu? Po janë ndërtu, s'po të ndësi ndërtu. Po veç. A o bona e analizë, jo formale, këto janë që aty. Do me thonë jemi të folë, këtë Kosova është në katune jo formale. A ju ka kalzuna i herë... Këtë janë pjesë e qytetit, paralagje e qytetit jo është. Nuk është në fshat. Se janë pjesë periferike... E kur janë maru, pra? Të janë marru mas lufte, para lufte kanë qenë, po mas lufte janë vendosë aty. Mirë, e në mandatin e fundit? A ka është shtëpia që janë marru? Jo, sigur të kia. Që aty jo. Qëto 4 lagje jo? Jo. A ju keni kallzu që jeni në herë kur? Që tash ju keni kallzu? Kur ndodheja? Kur? Kur ma herët? Ma herët, prej si jam një institucionon që punoj, e di që kemi njëftu që kemi pas problem. Na kemi vendosë dhe pjesën e tjetër atje kur ka po Karitas projektin në Karitas në Libër. Ku a qenë bërlogu. Okej. Zëni fushtisa te Prishtina, cila zona jonë prekë? Nëse më lejohet kisha pas dëshirë në ndërlidhem në një çështje që është ngrit realisht dy çështje. Çështja e parë është sistemi paralajmërimit hershëm, edhe çështja e dytë e Institutit Hidrometeorologjik. Unë me përgjegjësi të plot them që Instituti Hidrometeorologjik prej momentit kur është kryer drejtoria e shërbimeve e sigurisë dhe emergjencave ka qenë pranë drejtorisë. Me raportime dhe me kontakte ditore. Paralajmërimet që ka dhënë Instituti Hidrometeorologjik, edhe në web faqen e tyre në Facebook, e ka karakterizu edhe ka bë me ngjyrë, do të thonë janë 3 ngjyra. Hajde. Është ngjyra e verdh, ngjyra e portokall dhe ngjyra e zezë, e kuqe. Kuqe. Dhe 2 paralajmërimet e fundit që janë dërguar edhe komunave, për këtë rast edhe komunës së Prishtinës, se ne kemi kërkuar raport të veçantë vetëm për Prishtinën. Me na thonë se cilat janë regjistrat tona, ne kemi marrë në baza me orë, do të thonë ditët e vështrimeve, është paralajmëruar ka thonë, ka mundësi vëshimeve dhe rrjeshjeve të mëdha, do të thonë komunat janë paralajmëruar, nuk është që instituti se ka kryer punën e vet. Po çka mungon te komunat, edhe këto e kam thonë edhe një herë duhet të them, që të kenë bashkëpunim më të ngushtë ditor me institutin, të kërkojnë informata ditore. Mos të presin. Nëse lyp gjen informacion. Unë kom lyp dhe kam çdo ditë mesazhe që më vijnë nga Instituti Meteorologjik. Që më kanë paralajmëruar. Ato informata ti ke punu në AMEA, po? Unë kam punu në mirësitë brendshme dhe i marrëm edhe AMEA. Po du me thonë që e keni pra pavi shka duhet me lyp. Patjetër. Jo krejt drejtorat, duhen janë që din me lyp. Po instituti është ma profesional se krejt drejtorat e Kosovës. As është ma mirë instituti me lajmëru? Instituti ka lajmëru është me ngjyrë në lajmërim, nëse shikoni lajmërimin e institutit. Ka bo raporte për çdo komunë. Ka bo për ty se ti Po, përgjithshëm. Ka qenë për përgjithshëm. I kanë. Çka i kanë? Kanë raportu komplet të zonës. Prej ka kanë pa. Jo, veç një komunës mi kalzu që nuk i problem. Po, kërë ka kontaktu. Unë kom kontaktu. Po, zonën e... Qka ju kushton juve me kontaktu? Institutin, ministrin me kontaktu ju me komuna? Jo, regulli është kështu. Kure jep bashkimi, prognosë hidrologjike, kamera da pritet dalja e shtretë lumeve, intensiteti lartë, e je për zonën, po, mere shiko, rritet, edhe e qanë name ligjerisht, edhe gazetav që janë ditore kejtë. Po kjo nuk o ligjore është AMEA me legjë javë gjitha drejtorive për mbrojtje, se këta kanë gjitha komunë. Informatat që kemi morë ne nga AMEA kanë qenë të vëndshme. Për kuriozitetin. Unë kam, dhe më thonë, informatën kam posë 2 ditë më heret. Dhe më thonë, përgatitit për kuriozitet nga institutin, gjithmonë, instituti është institucioni vetëm zyrtar, i cili bën parashikime dhe paralajmërime për çdo katastrofë natyrore.
Unë ato informata i kom pas dhe i kom transmitu në teren dhe me përgatitjen e ekipeve që kemi pas. Një. E dyta, AMEA nuk ka sistem të paralajmërimit hershëm. Nuk ka, kurkun. Nuk ekziston. Që sa po flasi për këtë dhe Nuk ekziston asnjëherë, s'ka Kosova, nuk ka sistem paralajmërimit. Sistemi vetëm i paralajmërimit që ekziston, që ne e kemi filluar ta bëjmë në Prishtinë, është që çdo informatë që kemi marrë nga Instituti Hidrometeorologjik, kemi përgatit informatë dhe kemi transmetuar të gjithë qytetarëve të kryeqytetit nëpërmjet rrjeteve sociale dhe nëpërmjet mediave. Dhe domethënë çajo ka qenë aspekti proaktiv i ngritjes së vetëdijës qytetarëve që e dishin në fillim, qytetarët kanë bërë shaka me ne. Ka thonë, pe bëni senet e mëdha kështu, ne kemi byllë dhe shkollat me pëlqimin e institutit herën e fundit kur ka qenë para këtyre vërshimeve. Është mbyll një ditë shkolla për shkak të rresheve të natë të shiut. Paralajmërimi hershëm si koncept në tërë Kosovën nuk ekziston dhe kjo është diçka që duhet të ketë. Masi e kuptuam sa kushton radari, pikërisht për çdo po du me të pyet si njeri që i njeh më mirë se ki punët breshme, edhe nama tash je drejtor në Prishtinë në këtë sektor, sa na kish kushtu sistemi paralajmërimit? Sistemi paralajmërimit përmbëhet nuk, domethënë është pak më kompleks. Sistemi paralajmërimit në Shtetet e Bashkimit Evropian, po dhe në Amerikë, është që të vjen informata çdo qytetarit në mobil, i vjen SMS-i, i thuhet këtë moment. Për votime pe kemi. Po për votime kemi, nuk e kam bo. Për plot gjana pe kemi. Mund vije tek televizionet dhe radiot, public broadcasting, vjen informata që vjen nga AMEA apo nga stacionet përgjithëse. Sistemi alarmimit që ka vetëm Prishtina. Pra, dhe më thonë... Unë e visë kisha për thonë, Luzim, na mediat për marim prej institutit. Po nuk u dini me transmitu... Jo, dhe spjegim. Absolut pa i Qka duhet me bo? Qka duhet me bo me na spjegu neve që me ditë qka mi u thonë na qëtet? Atëherë, kjo është përgjithësia AMEA-s në nivel të vendit që të transmitoj, ta përkthej, apo më mirë, ta përkthej këtë informat që qytetari ta kuptoj, që të thuhet. Në këtë zonë mund të ketë rrezik nga vërshimet, mos dilni nga shtëpia, keni kujdes, do të thonë këto janë informata që duhet i jep sistemi E paralajmërimit. kjo nuk guxon si vendim, edhe paralajmërim nuk guxon më bëj për institutit, a? Nuk janë mjaftueshëm. Do të thonë instituti e bën këto, po jo në aspektin profesional të përgatitjes për emergjenca. Instituti jep informat për motin, ndërsa drejtoritë përgjithëse, përfshirë edhe AMEA-n, i përkthejnë këto në masa konkrete për një zonë të caktuar. A vëjmë të pyeta, a kena na njerëz në AMEA që dinë me përkthy? Ma merr mendja që di nuk pa dosh me paragjyku, nuk mund paragjykoj, ka njerëz, nuk është që nuk ka njerëz, po duhet që këto procese shumë motit, unë mendoj personalisht që AMEA duhet të reformohet dhe modeli i AMEA-s duhet të jetë një model i njëjtë siç është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që quhet Federal Emergency Management Agency, FEMA, Agjencion i Menaxhimit Emergjent në nivel federativ. Ama çka ndron nëse veç në teori? Jo në teori, në praktik, AMEA për momentin. Shikoni. Nëse dikush kërkon ndihmë nga AMEA, tash për një rast, Gjakova, Prishtina, AMEA nuk ka njësi të përcaktuara në nivel të vendit. Ai merr nga njësitë rajonale, Prishtinën, Malishevën dhe i koordinon dhe i dërgon në Gjakovë. Do të thonë nuk ka njësi të veta. Atë që ty është problemi. Ti po njësi të veta, mas pari po folim për shpëtim. Po, kërkim shpëtim. Une po thom s'pe kryn, për mas pari le ta kryn atë pjesën. Informimin mirë, le në mon shpëtim. Absolutit. S'kena mri, shumë jetë të lypë pre AMEA-s. Shpëtim. Shumë të lypë shumë. Apo duke që shumë, se ata informimin s'pe. Po pse kur mundet me bo Prishtina, pse nuk e bën AMEA? Pse Prishtina në 3 vitet e fundit i ka investuar mbi 3 milion euro në ndërtimin e kapaciteteve brigadës profesionale kërkim shpëtimit dhe njësive të emergjencës? Pse ka dash komuna. Jo, pse kërkush s'ja kanal, do me thonë, AMEA thot as një komune s'pja anali mi kriju këto. Jo, AMEA nuk financon as një gjë. Mirë. As pagat e Zjarfikëve. Kërkon nga komunat, shikoni problemin ligjor që ekziston në Kosovë, ende që kemi diskutuar në emisionet e tjera. Zjarfikës me kontratë. Janë punëtor të AMEA-s. Mirë, po asnjë përgjegjësi tjetër financiare dhe ditore logjistike, kolega mund të konfirmoj, nuk ka nga ndaj brigadat. Pagat, mëditjet, gjitha mjetet, logjistika, deri edhe nafta paguhet nga niveli komunal. Gjitha këtu. Ne çka kemi bën në Prishtinë? Po, nuk është që s'ka funksionu. Tash po duhet të thonë që në Kosovë gjithë kena folë për qëto, po i kena pas zjarë fiksa të na i shpëtu njerëz. Megjithatë nuk kemi, duhet me pranu që nuk kemi
nuk kemi viktima njerëz, edhe duhesh mi falenderu kryesisht unë menoj zjarr fiksave. Kjo ka qenë për shkak të vullnetit të punës së komunave. Mirë po nuk edhe prapë po them, nuk Prishtina nuk mund të mirët si shembull më i mirë apo më keq se Prishtina nuk. Zjarr fiksat i kanë shpëtuar njerëz komuna tjera. Po, është e vërtetë. Jo vetëm Prishtinë. Në Prishtinë probleme, çush ka. Jo, nuk ka pas, edhe po ta shpjegoj pse. Atë çka doshte të them. Jo, veç ata kishin mujt me thon prak po bun avokati drejtë se si kemi këtu. Në fakt, na kena provu me i thirr, ki drejt që po flet për ta. Është dashni pas këtu, po ata mujnë me thonë, po apo kur ju ka nejt komunat gati zjarr fiksat jo Është e vërtetë. Atë dashta me thënë, asgjë nuk kundër ames. Pra po them, këtu përgjithësia është edhe komuna. Prishtina nuk mund të krahasohet me komuna tjera se për shembull, vetëm buxheti për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës është mbi 3 milion euro, që komunat e tjera nuk e kanë as për sërofën, as 100.000 euro nuk e kanë. Por prap edhe me ato kanë mund edhe duhet që edhe komunat të investojnë në preventiv. Ti po thu që i ki buxhetin 3 milion, po njerëz po kritikojnë që ty venet e njëjta po të fundosën. Te stacioni autobusave, ty vazhdon me të. Nuk kemi pas problem te stacioni. Problemi te stacioni autobusave është zgjedh brenda orës në Prishtinë. Qëtëherë? Brenda orës. E keni kriju na i drejzhan. E kemi kriju drenazhin, kanë qenë ekipet kanë qenë aty dhe kanë pastru. E ku jon pikat që jon paraqit? Krahasim me para 2 vite që kemi pas probleme shumë të mëdha, 2023-ën, ku kanë qenë pellgun e lumit llap, kemi pas probleme shumë të mëdha. Kësaj here problemet janë shumë më të vogla, për shkak të përgatitjes, për shkak të pastrimit dhe për shkak të ekipet që kanë qenë në vend të ngjarjes. Do të thonë ne kemi parapri, janë angazhuar ekipet dhe kanë qenë në terren. Do kur ka filluar shiu, ekipet kanë qenë në terren duke monitoruar. Gjithë kolektorët e Prishtinës, asnjë kolektor nuk është dalë nga rrjedha, përveç lumit llap, edhe problemin kryesor ka qenë te një digë që është në lumin llap, që është digë e Kekut nëse s'gaboj, te terminali centralit A, te lumi llap, do të thonë asnjë problem tjetër të asoj mose. Problemet kanë qenë shumë minore në qytet, edhe ato vëshime urbane që kanë qenë minore, edhe vetëm 6 familje që janë evakuuar në Prishtinë kanë qenë familje që janë me gjendje materiale të dobët, dhe shtëpitë e tyre nuk kanë mund ta përballojnë atë se s'kan pas izolim të mirë, nuk kanë pas mirë kanalizim, dhe ato i kemi largu, i kemi vendos, dhe bëjmë pagesën e qeras për 6 muaj derisa atyre nevojmë shtëpi. Domethënë problemi ka qenë në parandalim, në investim, jo vetëm në shërbimin e zjarrfiksave dhe shpëtimet dhe emergjencat, por më shumë ne kemi krijuar edhe brigadën vullnetarit zjarrfiksat. Mirë, po rshqitjet dheut. Rshqitjet dheut kemi pas në 3 hapësira, edhe ato janë inspektorët e ndërtimit që janë duke marrë dhe kemi pezulluar lejet e ndërtimit për 2 kompani. Një kanë qenë tek dogana, tek drejtoria doganës në mbrapa Albit Madh. Pse janë pezullu lejet? Për shkak se nuk i ka respektuar kushtet të ndërtimit. Edhe grupa për shkak të shirave është rënu, edhe inspektorët e ndërtimit janë dalë bashkë me inspektorët e emergjencave, e kanë jetë fol për 2 javë të fundit. Po, flas për javën e kaluar, Çfarë mosa keni ndërmarrë ju në Gjakov, në ndërkohë ka pas çush jeni ballafaqur me çdo vështirë? Na jemi ballafaqu duke pa situatën që është duke bë më keq, kemi krijuar shtabin emergjent. E kam propozuar kryetarit si udhëtitorit ta formoj shtabin emergjent dhe kemi darë rolet secili i kemi përfshi policinë, FSK-n, drejtorit përgjegjëse, edhe kompanit, po në kanë najt afer, edhe operatorët ekonomik. Dhe më thonë, zyrtarët i kam pas zyrtarët e dërisë për mbërtje shpëtim, janë gjithkohë në teren, edhe ja kemi dalë, që shokon gjendja, ja kemi dalë mirë. Për fat mirë, njerëz viktimas kemi pas. Pra në cilin moment ti i ki mobilizu, pra po thëmë para lajmërim na e ki pas me ko, a ki pas bol ko me i thirë këto? Unë të hanën, shtabit, kur e ke bërë shtabin, kur ka ndodhë vërshim? Shtabin e kam bërë të martën e kemi themelun në mëngjes. Se e pamë se situata është të martën ma kesh. Mas të natën me shi, situata është emergjente, edhe kemi themelu shtabin. Pra veç po du me të pytash, qush funksionan të jo? A e këqyr, a ka me ra shit të natën, edhe qka po të thët prognozat, unë e këqyri telefon, s'po di ju qka bëni, po qush e vlerëson ti si drejtar, unë e këqyri telefon edhe kom pa që ka me pas shi, po na operojmë 24 orë në qendër emergjente, kemi zyrtar operatorët, po njoftimet kanë filluar dikon të martën ka ora 1-2, njoftimet e qytetarëve për me ju ndalë ndihmë.
Njësia Zjarfikse ka qenë 24 orë në teren, natën kanë fillu. Edhe? Se ka pas vërshime, kemi pas evakojmë familjeve, si se ka dhe më herët të pjesa Bërkocit. Në më thonë, janë nga njësia Zjarfikse janë zhvendos dikon 69 anëtar të familjeve. Me të pyet ty, pse në Kosovë kanë shpëtu krejt njerëz? Çka kështë thonë? Çka janë elementet që na kanë rezultu në shpëtim të njerëzve? Bile s'kemi pas dame njerëz. Se ka duhet me evaluar që, okej, i patëm gjithë këto vërshime, dame njerëz. Jo, pse s'kena pas? Me ditë për herën tjetër? Për arsye se jemi mobilizu dhe unë i përgëzoj për punën e njësisë Zjarfiksve, se ata gjithë janë në këtë Kosovë. Unë kom vetëm fjalë mira për ta. Sa i një Zjarfiks, po mënej, a i din sa Zjarfiks i ka krejt Kosova? Për Kosovë nuk e di, për Gjakovë di, dikon janë 38 janë 38. Po brigada Zjarfiks në Gjakovë. Edhe i përgëzoj shumë që kanë qenë ata tonë kohë. A kanë qenë 38 në punë, a kanë qenë a njën pushema? 38 kanë qenë, janë nga dishmërie. Me komandant, me gjithë zëvendës komandant, me këtë komplet njësjerë brigadë. E na pithojmë Zjarfiksave, po a janë ata sa e në trajnun për uj, sepse gjithë pithojmë Zjarfiksi po mirët ma shumë me uj në Kosovë se me zjarë. Gjakova më herët e ka pasi njësit shpëtimit e të për uj, po tash nuk është ma. Do më dhënë s'kemi njësit shpëtimit. Zjarfiksi po mirë. Nivel Kosovë, nështë ka nuk e di për nivel Kosovë. Unë isha në Malishev, se 2 ditë kam qenë teren, me ekipin nga Mënëpjo dhe këshilltari ministrit, nga me eja që ishte zyrtari që kishtë ardhë me mbështet komunën e Malishevës, të diga, kryetari komunës e shpalë gjendje e zakonshme, pa i duhet me kërku ndihma. Dhe të kushtër e menagjar. Do vetëm thëmë se nuk është gjendje jashtëzakonshme, mos ta përzim gjendje emergjente. Për arsye se gjendja jashtëzakonshme shkollet vetëm nga niveli qendror. Edhe është potencuar në media, po. Gabim dekni, po diçka shadeshta me thonë. Duhet ta keni të jeta. Ditë më shprequr. Diçka tjetër deshta me dalë me thonë. Thotë, nëse keni nevojë, pendas diet, kërkoni ne kemi në dispozicion kërkim shpëtim me barka të vogla me nxjerr njerëz të trajnum, jo Zjarfiks. Nga me eja i ofroj, ministria joni tha ministrit, të gjitha ekipet që i kom në teren, veç lajmëroni ku kini rëzim. Se u dështë mi lajmëru, ju e patë, sytë në bali patët. Jo, javë dha numrat, kryetari komunës, ti nuk e din cëllin fshat ka shpallë, tu ka rëzu dhe jo. Pa, ta që shkutën teren. Po shkutën teren, po ti në nërti rrugë malore nuk e din fshatit. Edhe a e patët kërkesën prej komunës Malishevë? Komunës, patë ku keni nevoj, tha jo, për sjellë mi gjendje. Tha, nëse kem nevoj, logaritmin ta për me nxjerr njerëz. Ishte një problem që ishin 30 shtëpi në digë, në ujë. Kati 2-3 ishin njerëz në altë. Çka bënën? Ishte komandanti policies, a me eja kimi qenë edhe ne. Dhëtë, urat veç urrit ke niveli, po filloj me ra. Me fjallë tjera nuk patë nevoj. Nuk patë nevoj. Mirë po, nevoja e parë këtë nalë tensionin naltë, ku ishte shtylla. E sa është e sigurt ata me nejtë ka dytë? Apo e nxjerrëm, se ra. Nuk pranoj që... Njeri nuk pranon. Nuk pranoj ke medalë. Ti si OME, si institucion, nuk e vetë. Nuk e vetë. I kom nxjerrë naltë, Jo, a e komun e gabim, a ti je vlerësus ma i mirë se njeri i cili është i lidhun emocionalisht për shpis, për do me lëshu shpin, ti s'du. Ti kime bo që ka të mu, del tash. Jeta mundem... Fillun me do. Me respektin... Fillun, me shpia, edhe ke gjendja. Filloj me ra uj, niveli. Se shiet. Tek ne, kur po thot kolega, për 2 orë, ka në gjendje jashtëzakonshme. Edhe ne në legjë nuk përbërmi për mbytjen Kosovë për vërshim. Vërshimi vjen, shkon edhe nuk e sheh. Këto, nuk kem na përmbytje me mujore që shka me ende tjera. Nuk kem, po na muj me pas. Vërshime kem. Se shkon se e kemi konfiguracione. E po s'kena me pas, a? Apo garanton? Jo, garanton. E shtin dorën zjarë? Jo, s'kena me pas? Jo, nuk garantoj. Po e kemi, në legje kemi e vërshim. E kemi pas rastin e pejes, kur na këmë vas 2 viktima, që kemi qenë. Kanali Çokolicës, ata që kanë shku me pas, dikon 50 cm. Aty është të mërshëm që kanë leju me ndërtu shtëpia. E kemi po, kemi bojë me së pari nuk shpati, në gjendje, në moment, kur një komunë, duke pa situatën e sigurisë, mundën të shpallet gjendje emergjente në, do me thonë, drejtori emergjencave i kërkon, i propozon kryetarit. Por,
Në momentet që shpallet gjendje emergjente, drejtoria e mbrojtjes dhe shpëtimit, këtë rast apo e emergjenca, i merr të gjitha kompetencat për menaxhimin e situatës në atë komunë. Dhe me vlerësimin e saj nuk pyeten qytetarët a duhet të largohen apo jo. Qytetarët largohen. Qytetarët largohen nëse drejtoria përkatëse e vlerëson që një shtëpi në hierarkinë e masave që duhet ndërmiren është 1 shpëtimi i jetës, 2 shpëtimi i infrastrukturës kritike dhe 3 janë pronat. A e ka shpall, më fal Malisheva, e din gjendjen emergjente ajo? Po, e ka shpall. E ka shpall. Po, aty kërkush kërkon se ka shtime zor me largu. Pra po them, sipas ligjit dhe praktikave, po them, flas për gjendjen. Po flas për Malishev gjendjen teren, ne ishmi ansor me kështu. Po flas nga kështu. Zakonisht familjet kur rrezikohen fëmijët e gratë nuk pranojshin me shku, po shkojshin te familjarët e vet. More, ku do me shku, këtu so pyetja ku kanë shku. Po me u largu për vendin vërshimit. Po jo në mënyrë të organizuar nga ekipet komunale. Kom gruan fëmijën, kom hallën tezë, do të lidhja familjare, është largu pi zonës. Po ti parës të so largu, ka nejt ka 2, derisa ka ti parë ju ka futur. Një njeri ka nejt. Ti parës të ka nejt ka 2. Familjet. Ata thanë, hajde po e bojmë zonën, po e qesmi, e kemi vendin ku mi qu, po të gjithë familjarë që kanë mes veti, do të e bojnë vendin që i pranojnë. Nuk pranojnë me shku, mi qu me një salë, me një diçka. Po nuk ishin shumë. Roli AMS, folëm, është paralajmërim. Pse s'po kemi sistem paralajmërim? Reagim. Paralajmërim dhe reagim. Paralajmërim. Dhe reagim. Dhe paralajmërim. Unë po them ty që s'po mundet as paralajmërimin me bo që duhet. Apo e ndigjum dhe istash. Pse s'po mundet sistemin e paralajmërimit me bo? Pse? Po, unë me sa e di, po flasë, nuk jam kompetencë, në të bashkëpunoj me ta. Është ka bëhet një siguri. Është ka bëhet me japones. A kryet si vjetë? Nuk e di, nuk kam gjalje. Ka bëhet. Apo ju mush juve plot kështu besim që kjo që jo ka bëhet? A besoni që ka mundu? A e din? Jo, a din pse është. Po i kërkojnë hartat tona që duhet mu inkorporu. Po i kërkojnë, a? Na më gëzu që po i kërkojnë hartat. Jo, o që është u punu. Jeta nëse më lejohet, pa me plot respektin për amen, asë gjë, po vetëm po them, unë nuk do hep tres amen, dhe nuk e kam prit amen, në kompetencat që i kemi edhe me ligjin për kryeqytetin, kemi kompetenca më të mëdha se komuna tjera. Me kompetencat që i kemi, kryeqytetin... Po brevisi, po më thu që na jena mirë, unë po du krej Kosova me qenë mirë. Pra po them, në mujmë vetëm çka them, neve që vetëm se kemi planin, edhe vetëm duke kërku, edhe ne kemi qendrën operative emergjente 24 shtatë që me 6 Çka po i prezon komunave që si kanë kompetencë, si kanë resurset? Jo, i kanë resurset vetëm duhet pakës me kon më këmbgulës tek kryetari, edhe tek ti mi bin kryetari që duhet me investu në këtë fushë. Unë pa dosh me hin fushën e Zoti Besimit. Po menon që kanë para? Po nëse nuk kanë pare ka për shembull Prishtina dhe komunat më të kanë pare për diçka më pak që me fillu punën e vet. Çfarë po të kallzoj, Malisheva kërkoi që ministria me ja bo shtratin e lumit me rusha se s'kan pare. S'kan. Po unë pa dosh me hin fushën e Zotit Besim. Po atë çka kemi biseduar me Zotin Bashkem, me Zotin Besim edhe ne presim vërshime edhe në fund këtij mujit edhe në vit edhe muin tjetër. Po, kemi me pas më të ftoft, kemi me pas më të nxehtë ka mbesi i shkurtit edhe me rreshra më të mëdha. Do të thonë, ato prognozat që janë jo vetëm këtu, po edhe prognozat që jepen, do të thonë, këto parashihen. Pra ne kanë thonë edhe paralajmërisht që kanë me pas rreshjet më të mëdha më intensive që ju. Por ne fillim me tani pavarësisht kur janë planifikuar ato? Pra po them, këto janë parashikime, Zoti Besimi dhe nuk guxoj asnjësi të por atë çka e kemi diskutu, edhe çka kemi po edhe nga modelet që janë paraqitur edhe nëpër mediat e ndryshme ndërkombëtare dhe faqet e ndryshme, është që mesi janarit do të jetë më i nxehtë se domethënë nëse në praktik, edhe do të ketë rreshra më shumë. Në fundi i janarit do të jetë me temperatura më të ulta, nëse nuk gaboj përcjell Zoti Besim, që prapë domethënë neve si komuna, po edhe niveli qendror është kohë e mjaftueshme të fillojmë të mendojmë se çka duhet të bëjmë tani për dhe 2 javë dhe muin tjetër se çka duhet të përgatitemi. Pikë për këto po duhet të pyet Zotin Besim. Çka parashet? Parashet ato që po thot. Të lidhëm me vitin 2025. Jo, 2026 po më intereson. Po kuptoj. Janar. E qartë. Rreziqe? Rreshje kemi me 22 ose 23 janar. So.
sasia reshjeve nuk dihet tash, në reshjet e mosme masit binë. Edhe java tjetër ka me qenë me temperatura negative dhe gjatë ditës, ka me pas ngrica. A parashe në isen, parashe skenar që rezulton vërshime në janar shkurt Kosovë 2023? Jo, unë si meteorolog nuk parashikoj ashtu, sepse është sektori hidrologjisë që merret me këto. Unë bëj parashikimet e motit, po një... Po të ka me pas shqipët ves? Po. So? Masit bjen shiu në mosme në sasi, nuk muj me ditë kamera o kacë. Për atë arsye motje që bëjmë na. Unë jam besimtare e saj në përgatitje. Edhe nëse bjen shi pak, unë kam dëshirë që jemi gatshëm, edhe këto ja kisha sugjeruar gjithë kolegëve të mi. Unë ja kisha sugjeruar gjithë kolegëve të mi në çdo drejtori, edhe në çdo komunë, po edhe në nivelin qendror, që pa marrë parasysh se a do të bie 10 apo 20 milimetra metër katror apo do të bie më pak, mendoj që duhet prej tani të fillohet për gaditjet për çdo skenar që mund të na ndodhë. A menon që ka letargji përgjithësi në mënyrën që shqyrqosemi? Ka. Për arsye se nëse shikoni investimet në fushën e emergjencave në 20 vjetet e fundit, atëherë rezultati është i tillë. Nuk ka pas investime serioze në fushën e emergjencave në nivelin qendror dhe nivelet lokale. Nuk ka pas. Do me thonë duhet jemi jashtëzakonisht korrekt. Nuk ka pas as pastrimin e shtetit të lëvimeve. As pastrimin e shtetit të lëvimeve. Për shembull, Kosova nuk ka mbrojtje civile. Nuk ka kapacitet mbrojtje civile. Nuk ekziston mbrojtja civile si koncept. Që duhet jetë se komunat duhet kenë, edhe pse me ligj për zarfikët e shpëtim parashihet që çdo komunë të krijojë struktura të mbrojtjes civile. Ne kemi kriju, me ligj parashihet. Ne kemi filluar, veç kemi kriju shoqatën vullnetare të zarfikëve, i kemi trajnu, i kemi certifikuar, ju kemi bërë pajisje, ju kemi bler uniforma, kemi njësi ekstra përveç 105 zarfikëve që janë profesional, kemi njësi rezervë që janë vullnetarë, që janë në gjendje të ndihmojnë. Qysh i keni gjetë që ta vullnetarët? Kemi hap thirrje, kemi hap me qytetar, kemi marrë takime me qytetar, kemi bë publike, janë orë qytetar, janë afro. A ka bunaj komunë tjetër çto? Jo, unë nuk sa e di. Jemi në hap me Jeni në hap, urna? Me Rogovën jemi në hap me bani një pikë atje, njësi zjarfikëse. Jemi në procedurat. Njësi zjarfikëse, po jo njësi për mbrojtje civile. Njësia zjarfikëse për shkak se lokacioni, kur ka raste të zjarreve, është shumë larg, me shku me intervenu një prej gjakohë me intervenu në Rogovë. E kështu janë përpara tash, është ma mirë me qenë pika në përfshatrat vendet caktuar me lokacione, ku mundet me mbërri ma afër me dalë ndihmë qytetarëve. Për shembull pjesa Rogovës, me ka një pikë në Rogovë, është ma lehtë mundesh me shku me vepru dhe ma shpejt me intervenu. Shërbimi vullnetari i Zarfikës së Prishtinës i ka 3 njësi. E ka njësi në kërkim shpëtimit malor, që kemi memorandum dhe ata janë pjesë kërkimi shpëtimit malor, e kemi kërkimin shpëtimin ujë me zhytës profesional të certifikuar dhe kërkimin shpëtimin urban. Do thonë këto janë 3 njësi që i kemi kriju, janë të trajnuar, të certifikuar me uniformë, me logo, janë të regjistruar pranë Ministrisë Punëve të Brendshme si shoqat, jo qeveritare, nga viti i kaluar dhe janë në gjendje, dhe plus një kamion i kemi dhënë nga brigada profesionale dhe si vjet do t'ja rregullojmë edhe hapësirën ku operojnë. Këta vullnetar, a janë trajnuar për vërshime, tash janë për zjarfiksa, po? Ata janë fillimisht, po, domethënë janë 3 njësi, kemi njësi e specializuar që janë zhytës profesionist, që janë të trajnuar edhe për edhe për kërkim shpëtim në ujë. Zhytës vullnetari? Vullnetar, që janë afru edhe ata paguhen më në bazë të ligjit, mbi zjarfikë dhe shpëtim, paguhen për kohën kur angazhohen. A moj me u lidh pak këto një praktik të shtetit gjerman të Bayernit. München që kemi qenë para në prill kemi qenë, unë me drejtorin edhe me zyrtar. Praktika aty po funksionoi ka kështu. Ata në vend ishin krejt, kryq që kush, njësia e shpëtimit, zhytësat, njësia dronav, njësia speciale e kërkim këtyne raste ma të rrezikshme se janë, edhe zjarfiksat. Do të thonë dikon 3200 vullnetarë kishin çaja pjesë. Se cili vullnetar po shkoj kanë në trajnim çdo 2 vite po tërneka. Edhe prej prillit kanë kalu 10 muaj, pranosh prej atëherë si vonet i vullnetarët na 1, jo 3000, po 2 vullnetarë Gjakovës. Po na në të raste kemi dhe ka vullnetarë që i thirrim kur kemi. Po i thirr, po si ki trajnu me bë njësitin e vullnetarëve të trajnu për këtë punë. Për pjesën e trajnimit unë nuk muj me fol atë pjesë për shkak se është komandanti që mirën me sigurisht me Omen, ata i kanë planifikimin e personelit të brigadës zjarfikëse, shkon në koordinim me Omen.
Jo, këtu komuna po thotë që e bën vetë, sot e prita më jenë. Do vullnetarët, se me i organizua më jenë. Po, do të me i trajnu. Vullnetarët si ki trajnu. Po, do të me i trajnu vullnetarët. Do me I trajnon vetë komuna. Bajernia e ka prit Berlinin e me ja Bajerni ka ligjin e veçantë, ka ligj speciale. Ska leti ligjin, se spjanisti ka trajnu, se ki shku atje. A ki shku me marë për boj? Me i pa. Po, e pëse se bone mas ne? Po, s'bat për njerë me bo këto në praktik. Për një heri 10 mujtë kanë kalu. Me nisë. Jemi, po s'kom qenë drejtër unë. E kur u bone drejtër? Se u shtu zityre. Që 2 javë jemi u shtu zityre. Jetam nëse më lejohet vetëm me shpjegu se si... Ama bajer pas ke shku si u dë, qysh? Ja, jemi shku si udhëheqës i sektorit për emergjenca. A je shku si udhëheqës i sektorit? Me u këthy edhe me thonë, e kom po qët ide të mirë, Ardi Angjini, kur pe filloj me bo qëto? Une menoj që kishtë thonë po. Po thonë më da që të po. Pse si ki nisë pra? E kime nisë. Nëse më lejohet vetëm me shpjegu se si është procedura për krimin e shoqata vullnetare. Është përgjegjësia e drejtorisë përkatësisht komunës që të inicoj dhe të formoj. Edhe mbasandej kur ti i regruton, atëherë kërkon ndihmë nga brigada profesionale ose nga meja për trajnim. Domethënë gjitha procedurat i kryen komuna përkatësisht drejtoria për siguri dhe emergjenca. Dhe ndon mjete për krimin. Praktik në Evropë, 80% të intervenimeve që bëhen nga njësitë vullnetare. Nuk bëhen nga brigada profesionale. Do thonë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Atë çka tha kolega është Jetu fol gjatë krizave. Po jo, në ditore, jo edhe në ditore. Atë çka tha kolega është sistemi i integruar i menaxhimit të emergjencave, ku gjitha njësitë janë në një vend dhe menaxhojnë. Ne kemi ato, domethënë të nesërmin që kemi pas krizën, të nesërmin kryqikuq, me kërkesën tonë ka shpërnda pako higjienike dhe ushqimore për gjitha familjet që kemi evaku. Mjekët janë shku i kanë vizitu gjithë. Pra po them, pa dash që të krekosëm në këto raste, se nuk duhet krekosëm se që kemi bon ne, po kërkoj që të mirët si shembull e ne jem gatshëm që t'ju ndihmojmë, të dhojmë shembullin se çka ne në Prishtinë kemi bo, që është e suksesshme. Për shembull, çe po duhet të pyet? Patjetër. Konkrete, nëse don Gjakova me ja trajnu dikush vullnetart, a keni kapacitete me ja trajnu? Ka edhe kapacitete dhe brigada profesionale, po kemi edhe ne kapacitete me ja trajnu. Është edhe akademia. A bën pa parë e bën. Vullnetarisht? Pa parë e bën. Edhe për komuna tjera, Malisheva ka nevojë. Ne tjerë ka nevojë. Po ne për shembull, vetëm gjatë këtyre 2 javëve të vërshimeve, përveç Prishtinës, ne kemi mbulu Fush Kosovën, Obiliqin, Drenosin. Po. Se ju kanë thirrë aty? Po, pse na kanë thirrë. I kemi dërgu pompa tona thise në termocentralin Kosova se ka qenë rrezikume që të vërshohet për mbytet. Kemi dërgu pompa në Drenas në stacioni. Për arsye se kemi investuar në 3 vitet e fundit, unë vetëm në moment i kam 30 pompa të kapacitet të lartë për të në stacioni energjisë elektrike po. Po, në Drenas. Në Lismer kemi bërë evakuimin e qytetarëve me barka, ka qenë njësia brigada profesionale zërvizit. Po më pëlqen, po nduket interesant që vëvës që e udhëheq, Fush Kosovën ja keni shpëtu njerëz në ditë. Absolut ne nuk Jo, absolut nuk. Morët vesh. Jo, nuk u morën vesh. S'ka bllokad. S'ka bllokad tek ne. Tek ne absolut ne nuk ankohemi, ne nuk i shikojmë te kryetari. Ka. Po ankohet në qendër. Drejtoria për siguri dhe emergjencë dhe emergjencat në raste të tilla nuk shikojmë ngjyra politike. Asese kur kemi intervenuar në komunën e Graçanicës. Masi po thuj shallas këshyrni, kallxom ti si ministri e ju zotni nga ministria, e di që si je ministër, Sulejman, po megjithatë komuna që s'janë të vetëvendosjes, po ankohen që s'kan investime prej ministrisë. Për çato po do me të pyet një komunë, sa Grima e Malishevës me buxhet vogël, ka lyp në misionin tonë që digën me ja ndreq ministria, digën që ju ka damtu. Mos të flasim edhe për shtratin e lumit që kanë lyp. Sa ka projekte ministria për me i najt gati Malishevës që është rrezik? Te cekë kryetarin e vështrisë, si shembull e more, që ka menaxhu. Pra, i ka najt. Mirë, ka menaxhu, po ka lavdru ministrin. Se ka prit ministrin. Malisheva tha unë po du për ministris. Ai tha unë po du. Kushtria tha unë s'po du për ministris. Tash nisen sta qita kryetarin që tha s'kom nevojë për ministri, ta qita kryetarin që tha kom nevojë për ministri. Te Malisheva që ndër ajo dig që është, po s'pari duhet të bëhet studimi, ndoshta ajo duhet të tërhiqet këtë. Edhe kur do të bëhet ai studim? A është angazhu dikush me bë studimin? A është
është u bë. Besojmë. Jo, nuk mundesh me se do të mi bo Jo, shpimi. veç, Gjë a është u mekanike bo për me studime, pas jo? stabilitetin, do të me shku me shpu. Do të mu qetësu gjendja. Me pa, në çfarë baze e kemi, ku e mbron edhe kur mund me ra. Digat janë shumë të rrezikshme, nuk dihet kur bjen, pa studim s'u flasim. Studimi kupton shpim geomekanik me pa fundimin në çfarë bazë është e vënuar. Nëse është në argjillë rreshme, ajo shkon si sej. Bjen. Kemi. Lema, na i kena pa Malishevën, Drenasin, Trezikum, ato zona që i pamën këtë krizë po i dim. Prej hartave t'juja, a munësh me na i kallëzu zona tjera që rrezikojnë përmbytje, që është po thuti me përdor fjalën përmbytye, në kriza të ardhshme, përmbytje apo vërshime. Cila zona tjera në Kosovë rrezikojnë e që si kena pa që në 2 javë të fundit? Po, çfarë kemë varet kur tham si vërshimi parë, intensiteti i lartë i rreshjeve. Nuk po bjen në kohë caktuar në varet. Nëse një unik ka ra 3 herë më mesataren se në Drenas. Sasia ujë. 3 herë më shumë. 3 herë më shumë. Diku 150-130 mililitra bashkimi i shumë në emision. 40 ka qenë këtu. Po për të pyes cila zona janë rrezik? Zonat e rrezikshme janë si cila komuni i kemë në hartën. I ka si cila. Kosovë po të pyes. Për 189 zona i ceki ministri. Jo, ceki, veç që tha numër. Po, numër, po. Në për te po pres ato i kemi rajonet, mas shumë të që ka, kemi në Bellë të Sitnicës, Drinit Bardh, bashkë që deshta me lardot, ky projekt ka dalë edhe një aneks, forcat non regret, se nuk e di anglishtën, të pa diskutueshme që ne ka bo, i ka nda 4 zona të rrezikut lartë në Republikë Kosovës. Cilat janë? Zona Prishtinës, Gjilanit, Pejes edhe Mitrovicës. Kriteret për mu përcaktu zonat... Pejes edhe? Prishtina, Gjilani, Peja? Mitrovica. Ka dalë. Cilat vene në Prishtinë? Naluni herë, Prishtinë cilat vene? Prishtinë është zona që është edhe fshatat janë pifush Kosovës, Obiliqit, qyteti, komplesi Regjoni Prishtinës, po flasim për regjionin e Prishtinës. Do me thonë, e përfshin fush Kosovë, Obiliq, deri? Deri të afër Voshtrisë. Arsyeja pse bëhet kriteret e Komisionit Evropian, do të për më shpall një zonë ku duhet me intervenu, se gjithmonë s'mundesh me rregullu, numri i banorëve të cekun zonë, ekonomia të vendi, edhe infrastruktura. Gjilan, cilat zona, se si rajon? Zona e qytetit, ku futet pi Malisheve, sepse është mundet me ardhe pi harta. Mitrovica është për shkak të ndotjes metaleve të rënda që i kemi, edhe Peja që është ngushtu. E qysh Mitrovica në cilat zonas? Qysh ndikojnë metalet në ujë? S'po kuptoj? Por bëhet një rreshje shumë e madhe, kemi skorpë që kanë metë, ato i bartë, që janë metalet rënda, aty duhesh me intervenu. Edhe gjithë këtë projekt që e kemi, kushton dikon nga 105 milion deri 171 milion. Besojmë që do të ndihmojnë edhe një më e re. Në kupton intervenime infrastrukturore. Veç edhe për Pej, shpjegoma, për 3 komunat, rajonet më tregove, për Pej, cilat janë rrezik? Qyteti Pejës, me rrethinë. Sepse konfiguracioni që të jep, nga Lumbardhi i Pejës, edhe Drini Bardh, komplet zona, se nuk... Jo shata, tash po s'me thonë nuk e kam, po i di, po që këto e zona. E tash, kur po thunë 171 milion euro duhet mu investu. Ose 105, 170 milion nga ekspertat e Komisionit. Çka financohet me këto? Financohet rregullim shtrati të lumit, diga pragje me ndalë rrezikun, me imbrojt me ingritat e ku i kemi materje të rrezikshme me shku dhe shumë ma lartë se sa parashikohet në një kohë caktuar. Edhe këto besojmë, kur i kemi qëto harta, kur i kemi qëto standard, na lejohet të konkurrojmë edhe në grantë të Komisionit Evropian. Mirë, në qëto 100 milion. Duhet thot. A në kupton na i fushat vetëdisuse që me fjalë munësh me i përgatit njerëzit në Kosovë? A në kupton na i informime qytetarë? Po alarmimi hinë komplet për më rregullu. Fushat ndërgjegjësuese dhe këtu e kisha me thonë edhe ju si gazetar keni shumë ju kom përcjell. Për shembull, po du me të pyet qytetarët tonë, për dallim prej Anglisë, nuk din ku mi vendos as thostë. Po duhet mi kallëzu zonën ku e ka. Edhe, a munëni, kush duhet mi kallëzu? Qysh mi vendos thostë? Zati vendos ameja, merr masa. Ose vendos ameja, po i vendosin komunat edhe komunat, nuk i vendos ameja. Nuk i vendos ameja. Menaxhon me këto. Nuk i menaxhon. Dëgja,
Si drejtori dhe mbrojtje dhe shpëtim, unë nëse s'jam gabim... A mune qytetari vetë, veç me informu? Ligji për fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera ta jep me menaxhuja të zonën urbane. Zonën e kryeqytetit. Nëse unë nuk mundem, zonën e kryeqytetit, atëherë unë thirrja mien me prunjësi mi po me një farë mirë unë kom mendu, nuk vedi, nuk mos plas, që është një farë lidhje që keni lidhje me i një raportoni. Jo, absolut, unë nuk i raportoj AME-s. Atër kom e pasna gabim, komunat kanë gjithë me AME-n, gjitha komunat zjafi. Nuk është... Ju raportoni në AME-n? Jo, nuk i raportoj. Nuk raportoj. Nuk kom interesan, jo kujti raporton, po informon. Kon, a keni pas fushata vedisuse për qytetar? Ne kemi pas fushata vedisuse, do të vazhdojmë si vjetë që është më e rëndësishmja. Nuk janë të rëndësishme fushatat, që janë të rëndësishme ushtrimet dhe simulimet. Ne kemi para po për këtë vetë 3 ushtrime në qytet, se si qytetarët duhet të reagojnë në rast fatkeqësive natyrore. Njëra do të bëhet në lagjën Ulpian, do të jetë nivelit të lartë, do të thonë nivelit të lartë. Po bën simulim, po simulimi në kupton që i ki kallëzu për para që është reagu. Paraprakisht do të njoftojmë, do të trajnohen qytetarë, do të bisedojmë me qytetarë dhe do të bëhet ushtrim se si qytetarë të reagojnë në rast një fatkeqësie të caktuar. E çfarë fatkeqësie ka mos simulu? Ne kemi me pas simulimi ka me qenë për vërshim dhe tërmet. E përveç Ulpianës, cilat tjerat? Ulpiana do të jetë, edhe do të testojmë edhe në Dardani dhe në kodër në trimave. Në këto 3 lagjet e më të mëdha të kryeqytetit, edhe ku duhet përfshim të gjithë aktorët, që janë në mënyrë direkte apo indirekte të përfshim. E përmene edhe një ide për me AME-ja me alarmu me telefon, ose që ka bo në Ukrainë, një kanal i telegramit në rrjetet sociale. Si qytetar ti bashkangjitësh, hinë në qatë kanal, të gjithë kena, ja kemi kanal të rrjetet sociale me familje, me kolegë, tash edhe e ki me një institucion të emergjencës. Mënyra e A keni mënyrë në Prishtinë me i marrë numrat e telefonit, apo s'keni të Prishtina? Kemi mënyrë dhe jem duke e përgadit këtë projekt që si vjetë me startu me këtë projekt. Pra po them, AME-ja është duke zhvillu këta me qeverinë japoneze, po ka kalu një kohë gjatë dhe kjo nuk e di a bot, nuk e di a bot a nuk bot. Por prapë se pra po them, unë e ka përgjithësinë ligjore, si kryeqytet, sigurinë dhe mirëqenien e mbi 2 milioni banor. 80% infrastrukturës kritike e Republikës Kosovës gjendet në kryeqytet. Keni parasysh, do të thonë nuk është, nuk po flasim pa dasht, me thonë për komuna tjera. Do të thonë kryeqyteti ka specifikat e veta. Është tjetër. Do të thonë unë nuk e kam atë luks ta pres askënd derisa të bëni projekt. Unë dëshiroj që prej tani, edhe prej 2 vitet e fundit investoj dhe të përgatitem për më të keqen. Shikoni, Komisioni Evropian që 2 vite ka lëshu vendim që qytetarët e Bashkimit Evropian të jenë të përgatitur të kenë rezerva ushqimore për 72 orë. Ai vendim, ajo nuk është diskutu njëherë askund nivelin qendror as në Kosovë as përmend si lajm. Komisioni Evropian, shtetet anëtar të saj dhe qytetarëve ka thënë, përgatitni rezerva për 72 orë në rast të fatkeqësive të ndryshme. Do thonë, diçka po ndodh. Jo vetëm strehimoret e qytetit janë të pastruara, 5 strehimore, janë kapacitet i vogël, po çato që i kem. Janë të pastruara dhe të gatshme që mi pranu qytetar në rast të ndonjë fatkeqësive. Na po flasim jo të fatkeqësi natyrore, po dhe fatkeqësi shkaktuara nga dora e njeriu. Me pranu kapaciteti është minor. Është çfarë, po atë çaj kem. More me i shti donjë, aty e me tjerë. More, absolut po, jo. Dëgjoj, nuk janë 3 faza. I kem strehimoret, i kem parkingjet, i kem shkollat, i kem parkingjet në toksore. Do të thonë, plani është i dizajnuar. Okej, edhe parkingjet në toksore. Po, patjetër. Okej. Në Gjakov, a keni menu për qëto situatat emergjencave, si me simulu, qysh me organizu vitin që vitin që vjerë? 2026? Qysh po pëndën? Diçka prej skenarve të tillë, që i përgatitni trajnime, vedisim qytetarëve, edukim qytetarëve. A keni menu? Po, kem menu dhe unë gjithë një kom bë në kërë kom pas intervista, kom bë si fushat që mos dalin njerëz në raste emergjente pa nevojë, vetëm në rastet kur kanë një smosët e kështu. Po, intervistë kur thirr media, po para se me thirr, me dal, me informu fushatave disuse,
para prake. Do më thonë si planifikim fushata vedisu se hala pa ndodhi qka. Po, na kemi pasë edhe një trajnim me këto nxënësët e shkollave, me AME-in, me zyrtarët e AME-s, edhe kemi njëftu për për çdo rast me njëftu rast emergjente në një dyshin edhe këto. Tash për fund, po më intereson a keni bu analizat të dameve edhe qysh kanë me shku kompenzimet. Kur do t'i mund t'i përfundoni analizat e dameve? Komuna ka themelu komisionin për vlerësimin e damëve, cili është në teren e si për të punu, të bëjmë vlerësimin e familjeve që kanë mësu damë për vërshimeve. Një analizë të sakt mundëm pas një afatit të përcaktuar me vendim nga kryetari. A u marrë vesh për qeverisë sa e keni afatin? A dihet a kanë mi u kompenzua jo? Nuk dihet, afati është i rregulluar me rregulloren për vlerësimin e damëve, gjitha procedurat. Ka qenë ministri në Gjakova? Kërën në Gjakova? Jo. Jo, a? Vetëm presidente ka qenë. Ka vizitu Gjakovën me rastin e vërshimeve. Durmishis ka qenë alo? Jo. Po. Me vendimin e qeverisë të fund vitit 2022, për fat keq kjo përgjegjësia e kompenzimit jo është marrë nivelit komunal. Tash ne nuk kemi asnjë mundësi që ti dëmsh problemin qytetarët. Me vendim të qeverisë vitit 2022 kërkohet nga niveli komunal që të themelojnë komisionet për vlerësimin e dëmeve, të përgatisin raportin dhe atë raport nëpërmjet kuvendit komunal të dërgojnë në AMI. Dhe mbas andej AMI-ja e shikon atë raport dhe dërgon në qeveri për kompenzim. Po për fat keq ne kemi qytetarë të Republikës të kryeqytetit që nga viti 2028 nuk janë rimbursu, apo nuk kanë marrë dëmshpërblimin nga viti 2028. Kur i keni çuar AMI ato? Janë ndërluar para një viti gjysmë, sipas praktikës, sipas kërkesës që është bërë. Domethënë është përgatitur raporti, është votuar në kuvendin e kryeqytetit, është dërguar në AMI dhe ka mbet ende qeveria pra viti 2023 për vërshimet që kemi pas 2023 nuk janë është rregullore. Por çka është më rëndësishme domethënë pra niveli komunal ka vetëm obligimin e mbledhjes së informatave, marrjes së kërkesave për qytetarë nga qytetarët për inspektim, komisioni del, bën vlerësimin, përgatit raportin dhe dërgon në AMI. Dhe atëherë e dërgojnë në qeveri. Kjo na ka pamundsu intervenimin direkt në ndihmë, por pra po them ne e kemi zgjedhur këtë problem që 2 vite ne kemi kriju fondin emergjent. Unë për këtë vitin 2026 kam 120.000 euro fondin emergjent për ndihmë qytetarëve. Vitin e kaluar kam pas afër 60.000 që i kom ndihmu qytetarë në rast të fatkeqësive. Nuk kam prit nga qeveria derisa ty dëm problem, por kur është dashur të intervenojmë me fond emergjent kemi intervenu. Pagesën e qirave të banesave, për qytetarë që kemi evaku, rregullimet, intervenimet. Tani për vitin 2026 kemi 120.000 euro të parapome në fondin emergjent, ku do të intervenojmë derisa nuk mundemi të presim. Prej vërshimit të fundit, a ka nevojë për kompenzime apo s'ka? Ka nevojë për kompenzime. Në komunë Prishtinës. Në komunë Prishtinës po janë investime shumë të vogla, domethënë janë dëmtime shumë të vogla, janë minore në krahasim. Për çka u dëmtu për shkak? Janë dëmtu disa shtëpi orendit, prap domethënë janë shumë të vogla në krahasim, nuk krahasohen normal me komunat tjerë, nuk krahasohen, janë dëme të vogla, nuk mund të paracaktoj tani sa është, po nuk më merr mendja që dëmi mund të shkojë më shumë se 100-150.000 euro, maksimumi. Pra po them, mund gaboj, po mbas atyre intervenime që kemi bërë. A do keni bërë dhe jo komision? Po, absolut, e kemi hapur dhe kemi bërë dhe thirrje të qytetarëve që të vinë komunë të dorëzojnë. A keni indikacionin për qeverisë që duheni me bë komision apo se Jo, është e parapome me ligj, është me rregullor, është e parapome në çdo komisioni duhet, domethënë nuk krijohet ad hoc, është komision permanent. Edhe prej ditës vërshimet po themi në komision. A keni ndaj dhënë prej qeverisë çush ka më shku procesi i kompenzimeve? Unë jam antar i atij komisioni. A je? Vjen mirë. Komisioni është. Ke qenë të kaluar në 2023? Ja, 2022 është formu, është në mandat 4 vjeçar, i voton ka kryeministri, është nga gjitha këta është Ministria e Mjedisit, Ministria e Bujqësisë, antar nga një. Domethënë je prej 2022-s. Po. A janë kompenzu qytetarët që kanë apliku për 2023-ës e tutje? Kompenzime ka marrë Komuna Skënderajt, Mitrovicës, kur ka qenë 23-ën, ka marrë Gjakova, Klina, Malisheva, Prishtina ka më e vonshme, ne i kemi pregadit. 23 tha? Qush më e vonë? Po, i bine dhe më vonë, nuk e kanë këta kur i bojnë. Tha që një vit e gjysë e kanë? 22. Që një vit e gjysë nuk janë shu, janë procedu prej neve, janë qeveri dhe presin. Që marrë presin? Se s'pe kryeni punën? Ne kemi kryeni punën. Qeveri presin? Në thesartë shtetit ku ekzekutohen. Mirë. Prej tashit,
në vërshimet e fundit, të 2 javëve të fundit, kur i keni dhënë afat komunave për me ju? Këta japin afat, tek ne nuk është afatizume, po gjendja këtu në, këta kanë me bo kryetarët vlerësues, bujqësisë, të infrastrukturës, ekonomitë familjare. Prioritet i është dhënë gjithherë, ma herë që kemi lëshu ekonomive familjare. Sepse tokat shumë shpesh përshohen, ndërsa... Sulejman, faleminderit që kallëzove që janë antarë i komisionit. Kryesisht njerëz mshefën, antarët e këtyre komisioneve, mshefën se tojnë për na vjen të shtëpia. Jo, ne kemi probleme edhe me këta komuna, kam edhe me zyrtar, a ne çka është komuna? Një i kisha thonë komunave, për çeto, që është shumë e rëndësi, kur t'i bojnë raportet, t'i nënshkruajnë gjitha komisionet relevante, edhe gjithë që janë t'i regjistrojnë se ka thot s'ka arte une, ato duhet më votu në kuvend komunal. Mirë. Pa kryesues nuk pranohet. Ne nuk kem me qytetarë se s'mujnë. Faleminderit për këshillën, kaq kemi kohë, ishte ky debati për vërshimet, pra i ndigju qytetarët që janë hap. Secila komunë i ka komisionet për vlerësimin e dameve, duni me i qu damet aty, edhe duni mës me rajt, edhe mës me izmadhu damet. Ka pas bol, po ka komuna të kalumen që nuk i kanë kalu, thjesht nuk po i kompenzohen damet për shkak se ka dyshime në to. Mës ndodhë që ajo, kaq ju lusë sa i përket 2 javëve të fundit, e deri në emisionin radhës, natën e mirë.